Ministria e Punëve të Brendshme njofton se sot në mesditë në fshatin Bogovin, personi me iniciale AN ka kryer plaçkitje ndaj 33 vjeçarit me iniciale MI nga fshati Dobërdoll. Sipas policisë, MI me veturën e tij ka qenë i parkuar në afërsi të ambulantës, kur në një moment në afërsi të tij është parkuar edhe një veturë e tipit BMW me targa të Tetovës. Nga vetura e tipit BMW ka dalë një person i panjohur i cili është prezantuar si AN dhe e ka pyetur se cilin e pret aty, pas shka e ka urdhëruar që të futet në veturën e tij. Pasi që të dy kanë hyrë në veturën e tipit BMW, AN me porcia ka marrë telefonin celular dhe 800 denar. Më pas me veturën e tij është larguar nga vendi i ngjarjes dhe më pas është ndalur në një tjetër lokacion dhe me thik i ka shkaktuar lëndimin e pjesën e përparme të kokës dhe në dorë. MN ka arritur që të dalë nga vetura dhe të largohet me dëmtimet e shkaktuara, njofton Ministria e Punëve të Brendshme. Sipas policisë, i njëjti është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku janë konstatuar lëndime trupore dhe më pas është lëshuar në shtëpi. Hetim në vendin e ngjarjes ka kryer një ekip hetimor nga sektori për punë të brendshme në Tetovë. Janë ndërmarrë masa për gjetjen e autorit të kësaj plaçkitje dhe zbardhjen e plotë të rastit.